Mirë se vini në episodin e 8 të sezonit 5 të podcastit Flasim. Fillojmë me shënimet e javës. Këtë javë miratuam shpërblimin e fundvitit për pensionistët, duke dhënë fund edhe zërave të kërnetës madhe politike mediatike që helmuan gjyshe gjyshe me informacionin e rrem se shpërblimi i këtij fundviti do ndaj çdo muaj të vitit tjetër dhe këtë vit nuk do kishte shpërblim. Jo, shpërblimet janë nisur drejt pensionistëve dhe kush ka një pension deri në 20.000 lekë të reja do të marrë shpërblimin 150 euro, ndërsa kush e ka pensionin mbi 20.000 lekë të reja do të shpërblehet me 100 euro. Ndërkohë, me hyrjen e vitit të ri 2026, nis edhe historia e re e rritjes së pensioneve, të cilat do të nisin të rriten nga janari dhe do të dyfishohen në janar 2027. Do të trefishohen në janar 2028, do të katërfishohen në janar 2029 dhe do të pesëfishohen në janar 2030. Më 1 janar 2026 do të rritet edhe paga minimale. Tamam ashtu siç jemi zotuar. Ajo do të jetë 500 euro, qoftë në sektorin publik dhe qoftë në sektorin privat. Para pak ditësh vizitova Dohën, ku kalova disa orë intensive diskutimesh me mikun tim shtrenjtë, kryeministrin e Katarit, Sheikun Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, një ndër udhëheqësit më të talentuar dhe më të respektuar të botës sotme, i cili do të vijë me shumë dëshirë në Shqipëri në muajt e parë të vitit të ri. Prekëm shumë tema me kryeministrin dhe do të përgatisim një agjendë ambicioze bashkëpunimi, të cilën do bëjmë publike gjatë vizitës tij në Shqipëri, por mund të them qysh sot se do të sjellim në vendin tonë një ndër ekselencat më prestigjioze të shpërblimit spitalor, qoftë si praktik private dhe qoftë si praktik partneriteti publik-privat, çka do të ndikojë shumë pozitivisht në rritjen e standardeve të shërbimit ton publik spitalor. Edhe këtë javë, Shqipëria u bë mikpritëse e një samiti evropian. Këtë herë me zëvendjet rajonit dhe Komisionit Evropian për planin e ri të rritjes, ku së bashku me udhëheqësit e tjerë të Ballkanit Perëndimor dhe Komisioneren Evropiane për zgjerimin, miken e paqëmuar të Shqipërisë Marta Kos, si dhe skuadrën e saj të ekspertëve, bëj një bilanc të ecurisë së planit të rritjes, ndan pikpamje të vlefshme për integrimin më tepër ekonomik në rajon dhe integrimin tonë si rajon në tregun e përbashkët evropian. Shqipëria tani më nuk ndalet dot nga askush dhe për asnjë arsye, ndërkohë që kuotat e vendit tonë ndërkombëtarisht vazhdojnë të rriten, me shumë punë këtu në Shqipëri dhe me shumë krenari dhe dinjitet në përfaqësimin e Shqipërisë në arenën ndërkombëtare. Një debat i hatashëm ka mbushur boshllëkun e klubeve mediatike dhe të pasqyrave sociale të javës. Pasi një prokuror dhe një gjykatës u bën bashk, kokë në kokë, dhe pezulluan një antar të kabinetit qeveritar. Unë nuk dua të hyj në asnjë debat për një absurditet kaq të rrezikshëm sa ky dhe pres me durim që gjykata kushtetuese t'i jap drejtim çështjes së kësaj rruge të pashkelur askund në Europë, po me sa jemi informuar dhe tani, askund edhe në botë. Por thash ndaj me ju sot se çfarë thon Komisioni i Venecias dhe Gjykata Evropiane e Strasburgut për këtë çështje. Qendrimi i Venecias është në fakt shumë i prerë. Gjykatat nuk duhet të pezullojnë antarët e qeverisë, sepse duke bërë këtë, së pari cënojnë balancën e pushteteve. Për sa kohë një ministër është figurë politike, pjesë e ekzekutivit, përgjegjës para parlamentit dhe kryeministrit, nëse gjykata e pezullon, ajo praktikisht ndërhyn në punën e qeverisë, ndërron përbërjen e ekzekutivit, merr kompetenca që i takojnë kryeministrit dhe presidentit. Dhe kjo konsiderohet nga Venecia shkelje e palejueshme e kufijit ndarës mes pushteteve. Së dyti, duke e bërë këtë, gjykatat krijojnë mundësinë e instrumentalizimit të drejtësisë dhe Venecia paralajmëron shpesh kundër judicial overreach, ose
shqip fare shtrirjes krahut gjyqësorit përtej kufi ndarës me politikën, sepse kjo përpasoj i hap rrugë presionet politike ndaj qeverisë, destabilizimin institucional, manipulimit të ekzekutivit përmes proceseve penale. Së treti, ministrat kanë funksione politike, jo administrative, dhe Venecia e ka thënë shumë herë. Masat e pezullimit vlejnë për nënpunësit, jo për antarët e qeverisë, sepse ministri nuk është zyrtar administrativ, por autoritet politik. Së fundmi, pezullimi gjyqësor i ministrit është de facto presion për shkarkimin e tij, duke qenë se kur pezullohet një ministër, nuk pezullohet një individ, po paralizohet e gjithë vendimarrja për një apo më shumë sektor që ministri mund të mbulojë. Dhe kjo është këmbë kryer jo kushtetuese. Komisioni i Venecias e ka theksuar shprehjimisht, një prej parimeve të demokracisë parlamentare është që qeveria mund të shkarkohet vetëm nga organet politike, jo nga organet gjyqësore. Po Gjykata Europiane e Strasburgut çfarë thot për këtë çështje? Kjo është interesante. Gjykata Europiane nuk është ndeshur kurrë me këtë absurd. Dhe prandaj nuk ka dhënë asnjëherë asnjë vendim specifik ku të përmendet fjala pezullim i ministrit nga gjykata. Pse? Sepse në asnjë shtet evropian nuk ka ndodhur ndonjëherë që një prokuror i gjykatës të mblidhen bashkë kokë në kokë në errësirë dhe të pezullojnë një ministër. Pra, edhe një herë. Kjo që kanë bërë në Shqipëri një prokuror dhe një gjykatës duke pezulluar një antar të komitetit qeveritar është një tentative pa dëgjuar, një eksperiment i papar, një ide pa zhvilluar asnjëherë më parë dhe me sa duket një rrugë pa imagjinuar askund tjetër se mund shkelet nga gjyqësori për të marrë kompetencat e kryeministrit, të presidentit dhe të parlamentit bashkë. Por ama ka disa parime, shumë të qarta të gjykatës europiane që e ndalojnë parimësisht këtë aventurë antidemokratike. Së pari Strasburgu thotë se masat e sigurisë nuk mund të përdoren për qëllime politike, jashtë proporcionalitetit dhe për të ndikuar ekzekutivin. Pezullimi i një ministri nga detyra është minimalisht jo proporcional dhe ndikon drejt për drejt ekzekutivin. Së dyti, për Strasburgun, ministrat janë shprehje vullnetit demokratik. Qeveria buron nga shumica parlamentare dhe Strasburgu ka shkruar se çdo masë që ndërpret apo cënon funksionimin e institucioneve të zgjedhura duhet të justifikohet me standardin më të lartë demokratik. Si përfundim, edhe sipas Venecias, edhe sipas Strasburgut, gjyqësori nuk duhet të pezullojë ministra. Në standardet europiane, ku nuk besoj se ka mbetur në një standard për ta shpikur Shqipëria, kjo është jo proporcionale në thelb, antidemokratike në frym, antikushtetuese në përmbajtje, nënshtrim i ekzekutivit, kërcënim i paprekshmërisë vullnetit demokratik, kundër ndarjes pushteteve, kundër standardeve të Venecias, kundër jurisprudencës së gjykatës europiane të Strasburgut. E pra, përfundimisht, pezullimi i një ministri është në vetvete absurd si koncept, sepse të pezullosh një ministër nuk do të thotë pezullosh thjesht një individ, një funksionar publik të cilit do nivel, po do të thotë pezullosh një autoritet politik me fuqi ekzekutive vendimmarrëse në një a më shumë sektor. Dhe kësaj t'ja pamundsosh ministrisë përkatëse të përfaqësohet në Këshillin e Ministrave dhe t'i propozojë qeverisë vendimet e përjafshme për ecurinë e sektorit. Kjo është një nonsens absolut. Prandaj ministri ose rin detyrë ose largohet nga detyra, me dorëheqje nga kryeministri apo in extremis me dënim të formës prerë sipas ligjit. Tjetër nuk ka. Prokuroritë e gjykatat nuk hyjnë fare në këtë mes dhe nuk e bëjnë kurse si këtë. Asnjëherë, askund në Europë. E nëse Shqipëria do të hynte në analet e historisë drejtësisë europiane me një shpikë të tillë, kjo do të ishte largqoftë një shfaqje ulëritse pa pjekurie demokratike dhe institucionale. Uroj që gjykata kushtetuese t'ia kursej këtë shfaqje Shqipërisë. Qyse kemi hapur një kanal të drejt për drejt komunikimi për mes e-mailit, flasim@kryeministria.al, janë vërtet goxha ata që na shkruajnë dhe
dua t'i falenderoj që të gjithë për interesin që tregojnë për të qenë pjesë e këtij podcasti dhe të kërkoj mi kuptimin e tyre për pamundësinë që t'i kemi të gjithë, por hap pas hapi dhe javë pas jave kemi këtu të ftuar pikërisht nga ata që na shkruajnë në flasim@kryeministria.al. Si për shembull Altea Boduri, e cila shkruan se jam 25 vjeç dhe së bashku me motrën time menaxhojmë dyqanin ton të vogël të luleve, Lulet Bukra ka Tirana, që kemi hapur para 2 vitesh me një investim prej vetëm 900 euro. Do donim shumë të ishim pjesë e podcastit tuaj për të treguar një mesazh të rëndësishëm. Nuk është e nevojshme të largohesh nga vendi për të bërë diçka dhe për të bërë dikush. Shumë të rinj mendojnë se për të arritur duhet të ikin larg, por ne tregojmë se me pasion, përkushtim dhe punë të vazhdueshme mund të ndërtohet diçka e madhe këtu në vendin tonë dhe unë këtu sot në episodin e 8 të sezonit 5 podcastit Flasim kam pikërisht Altea Bodurin dhe motrën e saj Irinin. Ju falenderoj që jeni këtu me mua dhe natyrisht që do ta nis nga aty ku me siguri shumë nga ata që po na ndjekin kanë bërë një shprehje që çfarë është ky investim 900 euro që hap ka një dyqan. Kështu që po e nis me ty se ti e përgjegjëse për të shkruar. Jemi gjithë bashkë se asgjë s'bëhet vetëm. Jo, je përgjegjëse për të që shkruar, që do t'i dalësh për zot kësaj si keni hapur një dyqan me 900 euro. Praktikisht që unë personalisht punoja në sektorin privat, kisha një faqe online ku shisja rroba. Kryesisht shisnim rrobat tona, pastaj filluam duke marrë gjëra nga furnitore dhe i shitëm. Një kohësisht që punoja, normalisht një rrogë do dorëzoja në shtëpi, pjesën tjetër e kishim grumbulluar, se ndihmonte babi për paketimet, mami, motra, edhe kështu. Një ngarkesë pune, se normalisht i ka çdo ditë ka këto ngarkesat e saj, edhe vendosa ashtu e mërzitur, shtrihem edhe vetëm nuk e di nga hiçi, mendoj se thjesht rastësia ose Zoti i sjell disa gjëra dhe jo pa arsye. Më del emri Lulet Bukra ka Tirana. Dhe çoj një mesazh te grupi familjar që kemi, i thash, "Shiko, do hapim një dyqan Lulet Bukra ka Tirana." Babi normalisht ishte shumë skeptik se nuk është se kishim ndonjë buxhet të madh dhe ç'a do bësh. Mami thot direkt po. Sa le kemi, kaq le kemi, a mund ta hapim? Gjëja kryesore që kushtonte shumë ishte frigoriferi. Lekët për frigoriferin e kishim, se lulet janë të prera dhe duhet që ndrojnë në temperatura të ftohta. Dhe okej, në rregull, kemi buxhetin kryesor për gjën kryesore. Po dyqanin? Dyqanin e morëm me qira në një zonë periferike, por që në atë kohë ishte okej. Rregull e morëm, pa pasur, domethënë zakonisht ke një qira plus që ta kesh për raste kur do të duan, se varet se si shkon muaji, më kupton? Edhe okej, në rregull, e hapëm. Mbaj mend edhe mobiljet i kemi marrë tek njohurit që kishin mbyllur më parë një biznes. E morëm frigoriferin, morëm lulet dhe ashtu nisëm. Nga hiçi. Kaq kollaj, kaq kollaj, po. Ndoshta, edhe kollaj na ka ndihmuar dhe fati, po besoj që krau jon i ndjat ka qenë mami dhe babi. Të parët për faktin që na suporton për idenë që kishte motra, dhe së dyti për sakrificat që bën për të marrë furnizimet, për pjesën e mobiljeve, çdo gjë, domethënë, ka qenë fati i madh që kemi pas të dy suportin ton më të madh. Edhe pastaj kur e hapët derën, si shkoi dita parë? Dita parë kemi shitur një lule në vazo, 5.000 lekë të vjetra, na e mori një zotëri. Veti ishte lumturia më e madhe, kupton? Okej, tham ecim bar. Gjithmonë mendoj që burrat janë të mbarë dhe realisht ashtu qelloi. Mori një lule karafili, ka qenë, mbaj mend si tani, edhe
E mori për suport në fakt, me që dinte që ishte hapur një biznes i ri në lagje dhe erdhi dhe na i tha që suksese ju ecë në bar. Dhe ajo ka qenë. Po, ajo ka qenë. Pastaj gradualisht mesazher. Kaloi shumë mirë. Pastaj çdo ditë ne nuk kemi bërë buqetat më të bukura që ekzistonin ditët e parë. Mund të them që kemi bërë buqeta jo fare të bukura, se dikush i ka bler. I falenderoj shumë kushdo që i ka bler. Po gradualisht shikonim në dark video në internet se si bëheshin, se ka shumë tutorial. Edhe vinim në mëngjes, i praktikonim ato idetë që kishim parë, po tani mendoj se i bëjmë buqetat. Mund të them që jemi një nga dyqanet që bëjmë buqetat më të bukura. Dyqani është po aty apo keni lëvizur që aty? Kemi aty ku kemi qenë, kemi hapur edhe një tjetër në një zonë tjetër. Ku sa larg nga njëri tjetri? Jo shumë larg. Domethënë hapët tjetrin se e pat që kishte një treg për këtë. Po, kishte, plus që mami jon ka qenë një profesion komplet tjetër, edhe thon pse jo mos investojmë te kjo gjëja jon. E vogël, por që shpresojmë për më vonë më tej. Sa dyqane lulesh kanë në Tiranë? Ka shumë? Ka shumë. Ka shumë, ëh? Realisht. Kur jemi futur vetë në këtë fushë, kemi kuptuar që ka pafund. Se më përpara nuk është se kishim atë interesin e madh për ditur se si është tregu, ama më vonë me kalimin e kohës, sidomos tani po shtohen akoma më shumë. Kanë marrë një bujë të madh lulet. Po, shumë. Çdo ditë hapen se pyesin furnitor, çdo ditë hapen nga 2 dyqane, shumë e rrallë është. Njerëzit provojnë, pastaj është edhe pjesë fati, kupton varet se si të shkon gjëja. Po, fiks. Po ti ke mbaruar për graphic design, nuk ka lidhje. Ku e ke mbaruar? Kam bërë një kurs profesional. Ndërsa motra Unë jam viti fundit master, dega sociologji, edhe atë e kam me shumë pasion. Tani punoni të dyja në dyqan? Të dyja. Tani më tregoni pak për jetën tuaj të mëparshme, megjithëse kuptoj, po. Të vogla dhe si puna ime që kam shumë jetë mëparshme, po. Po. Unë personalisht kam bërë me çfarë merren mami dhe babi, si ju kanë lindur, ku ju kanë lindur? Me origjinë jemi nga Berati, babi jon është nga Berati, jemi lindur dhe rritur në Tiranë, mami është tironse. Edhe mami ka qenë profesion parukere më përpara, mor me lule. Me çfarë profesioni kanë babi? Babi punon në një kompani private, në një kompani alumili. Edhe na ndihmon dhe ne mbas dite, sepse qëllojnë që punën lën shumë herët, gjatë gjithë mbas ditës punon me ne, na ndihmon shumë, se dhe lulet duan atë ti pastrosh, ti rregullosh. Janë ca gjëra që duhet një burr, le të themi, se sado ne na ndihmon shumë. Gjithmonë na kanë ndihmuar edhe mami edhe babi. Domethënë po mos kishim ato, ne nuk të kishim bërë dot asgjë. Edhe prandaj mendoj që mesazhi që duam t'japim realisht është që okay, do hiknim jashtë, do hapnim, ndoshta edhe mund ta hapnim jashtë, nuk po them. Ama pa ndihmën e prindërve, pa ndihmën e askujt nuk do bëhet dot asgjë. Kështu që kur i ke mbështetje këtu është një gjë shumë e mirë. Sa diferencë keni me njëra tjetrën? 2 vite pak. 2 vite. Nuk është se kemi shumë. Dhe më thot motra, gjithmonë ty të trajton me hatër. Unë s'kam shumë vite nga ty, thot realisht. Po që ke meritën e të voglës. Ja, vogla tash, çik me hatër. Motra është një nxënëse e shkëlqyer në shkollë. Pavarësisht se punon te lulet, mëson shumë. E ka shumë qejf që të filloj dhe punën profesionin e vet. Jo se do patjetër të bëj atë, thjesht thotë kam mbaruar shkollën ta bëj. Ama tani te lulet ka ngelur aty. Motra në fakt më futi tek pjesa e luleve. Unë gjithmonë i kam pas të mamit kot nga hiçi, i thoj do hap një dyqan lulesh për ty, se ajo i ka pas gjithmonë pasion. Vetëm kur e hapi motra, pastaj më tha mua, hajde tani do punosh këtu. I thoj unë po jo se shkolla, bëja në kështu trajnim, merresha me punë vullnetare, ndonjë ankete këtu. Edhe pastaj tani më ka hyrë si një qef. Po prap pjesën e shkollës e kam shumë primare. Po ku e furnizoni, nga e furnizoni dyqanin? Janë furnitor të ndryshëm në Tiranë që i vinë lulet nga Hollanda. Aty marrim tek furnitorët. Marrim çdo javë, çdo ditë tonë vjen furnizimi dhe një gjë tjetër që na veçanton, mendoj nga dyqanet, është që çdo ditë diele ne nuk kemi lule në dyqan, ne i shesim. Nuk marrim kurrë stok të mbingarkuar dhe të gjithë gati klientët që vinë thonë që ka marr 1 2 3 4 buqeta nga dyqanet të ndryshme, ama vetëm lulet e juaja më kanë rezistuar. Mendoj që është cilësi shumë e mirë që kemi te dyqan, jo për t'i bërë qefin vetes, absolutisht, sepse nuk i mbani gjatë. Nuk i mbajmë, jo.
Po si e planifikoni për shembull sa merrni dhe se mund vi dikush edhe të mbeteni pa gjë dhe nuk ja gjeni dot? Pa diskutim. Jo, e gjejmë. Kryesisht janë hapur goxha pika furnitorësh në Tiranë, kështu që marrim një sasi të konsiderueshme. Domethënë që e llogarisim ne që këtë javë do t'i shesim këtë lule. Ama nëse vjen dikush dhe thotë që dua këtë sasi të madhe, marrin furnitorët, e ke gjendje, se ke gjendje, okay, po bëhet. Kështu funksionojmë, domethënë. Po me online punoni? Po, ajo është pika jo më e fortë besoj, online që gjithë kohës. Nga jashtë. Ju porosisit online. Po, të gjithë, pa përjashtim. Edhe si e bëni dërgesën? E bëni me post? Me post, po, me kurrier privat. Po që online tani është bërë shumë i përhapur edhe nuk është se vjen njëri fare fizikisht që të bëj porosi. Mundësisht dhe ato që janë në Tiranë sot ta bëj transfertën me bankë dhe mos vi aty se s'kam kohë etj. Që online i besoj është për gjithë më i përhapur. Po do me thënë, biznesi ecën mirë. Ecën mirë, ka ato vështirësitë e veta, ka pasur, viti parë ka qenë shumë i vështirë. Ne na penalizoi, mund të them deri diku, pjesa që nuk kemi pasur një makinë. Kjo punë do të kesh patjetër një makinë. Se do marrësh furnizime, rëndojnë, por që tani e kemi dhe më të lehtë, shkojmë veti zgjedhim më përpara. I çonim me foto, që shiko dua këtë dhe i merrnim. Keni pas momente të vështira? Patjetër. Po momente që ja thënë ta mbyllim? Asnjëherë, nuk e kam menduar kurrë. Viti parë ka qenë i vështirë se sezonet e festave, Shën Valentini dhe 7 marsi janë dy fluksi punës. Shën Valentini parë ka qenë i tmerrshëm. Ne nuk e dinim sasinë e luleve që duheshin. Mbaj mend morëm 2000 trëndafila. Na ndihmoi shumë furnitorja ku i merrni, na i dha pa pagesë, falenderojmë shumë. Na i dha pa pagesë dhe tha punoni, shitini dhe më jepni lekët e mia. Tani kishim atë stresin që a do t'i shesim, se janë lule, nuk është se ja kthenim dot mbrapsht asaj. I shitëm të gjitha dhe na u duan të gjitha i shitëm dhe na u duanin të tjera, po nuk morëm, thamë, okay, në rregull, kaq ka qenë risku jon për sot, u lodhëm, ishte stres më shumë mendor ajo lodhja, edhe kaloi. Ndërsa këtë vit që erdhi, 14 shkurti, domethënë, kemi shitur 5000 trëndafila. Pra është gati dyfishuar ajo sasia që ne kishim shumë frikë vitin e parë. Mendoj se shkoi mirë. Me stres. Nga njerëzit që marrin lulet, ju e keni idenë se për çfarë i duan? Kryesisht na i thon ditëlindje, dhurata, pa arsye ndonjëherë, po kryesisht dërguesit më të mëdhenj janë çunat. Janë shumë romantik. Po normal, po. Shumë. Po shqyqyre. Marrin vlera shumë të mëdha. Shqyqyre se nga njerë kështu kur i shef thu, ore këta kanë e çik romantizëm, po e kanë, Shumë. Po i fusin qese lulet kur marrin. Që mos duken, a? Aman thot lutem mos duken. Edhe arushin edhe buqetën po e prishej themi ne. I fusin qese që mos duken. Po. Aman thot se jeti në portale, aman bësh memë thonë. Edhe kështu po që çunat realisht. Po. Janë ato on top-ët. Derisa vajzat janë pak të bezdisura, le të them. E duan, shiko, gjej një foto, e dua fiks kështu. Them po shiko se ne ato janë krijime, domethënë si mund të rri një trëndafil sot, nuk rrin dot në momentin tjetër. Jo po e dua kështu. Unë se fotokopjoj këtë, unë e krijoj, kështu që okej, ndërsa çunat janë, bëj si dalin më mirë, si dalin më bukur. Ama një gjë që kemi parim të kushto që merr buqeta, i themi lutem shkruani kartolinën, se kur e dërgojnë ato buqetën që ne lodhim normalisht dalin sa më bukur dhe e çojmë pa kartolinë, po thot po më shkruaj një gjë nga vetja ç'a duash. Po mendoj një gjë sikur një të dua shumë. E kanë shumë kështu. Të shprehen me fjalë. Të shprehen. Ka dhe çuna romantik që në romanet, janë të pakët ata. Po, ti është plani në vim? Plani vim, tani, normalisht që duam të hapim, ne kemi qef të hapim një dyqan sa më të madh, një zonë sa më të mirë, por që mendoj se gradualisht do bëhet çdo gjë, avash, kur i themi, kështu që të shikojmë. Nuk është se ecim me një plan fiks, për shembull dhe për dyqanin astier që kemi hapur nuk e kishim menduar kurrë që do hapim një dyqan të dytë. Punon mami aty. Punon goxha mirë realisht. Ka goxha punë, ka ato klientelën e vet.
dhe të dyja dyqanet janë shumë mirë. Ama një dyqan i tretë në një zonë më të mirë, se jemi disi në periferi dhe në fillim emri i dyqanit ky ka qenë problemi që Lule të Bukura ka Tirana, nuk është në Tiranë, do të thënë është pak më larg. Tirana është e madhe dhe shis, po, edhe kjo ka qenë. Ama që do na pëlqente një dyqan në një zonë më të populluar, një zonë më të njohur, patjetër, por shpresojmë shumë që me kalimin e kohës do e mundsojmë edhe këtë gjë. Po që avash. Dhe tani, faleminderit Zotit për këtu ku jemi. Lidhur me pjesën e përgatitjes së buqetave, se ajo është art në vete, besoj. Po. Si e zhvilloni në kuptimin, domethënë bëni gjithmonë gjëra të reja, shikoni diskutim. Risi të reja që dalin. Tani nga që njerëzit zakonisht i shkojnë në internet, nëse dikush e poston para mi, e thotë, shiko, ma realizon të tillë, unë mundohem, se normalisht, siç e shpjegova më parë, është gjë që bëhet në moment, e realizoj, pëlqehet, ka raste që s'pëlqehet ajo, del diçka tjetër, por që kryesisht kemi faqen e Instagramit ton, kemi të postuara shumë foto me modele të ndryshme, klienti thotë dua këtë dhe e realizojmë. Mjafton të jesh edhe kreativ, edhe ta kesh me qef. Ne kur e bëjmë buqetën, nëse s'na pëlqen neve, nuk e nisim atë gjë. Domethënë si mund t'i pëlqej klientit kur unë vetë atë që krijova nuk e pëlqej. Kështu që mundohemi që ta sillim në mënyrën sa më të mirë që edhe klienti Sa lloj lulesh keni aty? Ka shumë lloj lulesh. Ne kryesisht punojmë me trëndafila. Aty e kemi gjetur veten. Edhe ama ka njerëz që duan mix, lule pak më të lira, po nuk kurse i preferojmë shumë ti shesim, jo për faktin se ka fitim. Fitimi është i njëjtë. Thjesht themi që shiko ti po e blen këtë. Të paktën blehet sakt. Pse do që dali patjetër shumë, kur ndërkohë që mund dali diçka e mesme, ama del me cilësi. Dhe gjithmonë mundohemi ti tregojmë këtë që shiko se kjo ka më shumë vlerë, ka më shumë sy, del më bukur. Se nuk janë gjithë informuar lidhur me lulet. Për shembull, petalja e parë e një trëndafili është e dëmtuar gjithmonë, se vjen në mënyrë të paketuar. Është e veshkur. Dhe ne mundohemi t'ia shpjegojmë, shiko se kështu vjen, ajo vjen nga Hollanda, paketohet, ai që e ka prodhuar është më i zgjuar se ne, le të themi, kot sa ka bërë tillë. Jo, është e prishur, jo është kështu. Ka pastaj nga këto problemet e punës, le të themi. Më vjen jashtëzakonisht mirë që ishit këtu edhe është bukur kur njerëzit e dëshmojnë vetë se sa të panumërta janë mundësit kur njeriu vërtet do të bëj diçka këtu në të vend, po nëse keni një merak tjetër juve për të... Po, në fakt ju kemi sjellur një kompozim minimalist për ju. Është me lule të thara, nëse mund ta marr. Okej. Ju sollëm këto për faktin se do të qëndroj më gjatë. Sa herë ta shikosh na kujtosh, Lule të Bukura ka Tirana. Edhe shpresoj të të pëlqej shumë. Këto kemi. Shumë e bukur është. Po këto janë lule të thara, a? Janë lule të thara, po. Edhe këto merren kështu siç janë apo i përpunoni vetë? Jo, i përpunojmë. Domethënë i krijojmë. Ama lule është e balsamosur, ajo lule bore është e balsamosur. Lule bore është? Lule bore është kjo këtu, po. Domethënë kjo është e balsamosur, po. Se duke kështu si artificiale, po. Jo, ka qenë dikur vërtet lule bore. Po. Shumë bukur, shumë faleminderit. Faleminderit shumë edhe juve. Faleminderit shumë. Këto ishin dy motrat e luleve të bukura të Tiranës. Ju falenderoj shumë edhe sa herë të ndoni lule, futuni në Instagram. Në Instagram bëhet kjo? Po, në Instagram. Shkruani lule të bukura ka Tirana edhe do t'ju dalin dy motrat me lulet gati për ju edhe për kë ju do zemra.